Ja pse duhet të hani kost çdo mëngjes. Kosti është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuar nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyrë të shijshme edhe me ushqime të ndryshme. Kosi mund të hahet i kripur, i ëmbël për mëngjes, për drekë ose për darkë. Dhe kështu vlerat që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi i tij do të jenë nga më të ndryshmet. Përfshirja e kosit në dietën tuaj të përgjithshme do t'japë përmirësime të mira në sistemin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor mund të përmirësojë gjithashtu edhe mbajtjen larg të toksinave. Imuniteti juaj do të përmirësohet falës zinkut, magnezit dhe seleniumit që përmban. Kosi është i mirë për tensionin e lartë të gjakut. Ai mbron kundër infeksioneve, forcon kockat, lehtëson bakteriet e këqija. Kosi është i mirë pas aktiviteteve fizike, i mirë kundër alergjisë, për të rënë nga pesha dhe gjithashtu për të evituar kavitetin e dhëmbëve. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshilla